إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi vulën e pejgamberisë, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë kur thot Allahu subhanahu wa taala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, pozit, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Vëllezër dhe motra të nderuara, vazhdo me ligjëratën e tretë nga cikli apo seria ligjëratave të titulluar me veprat e zemrës, ndërsa ligjërata e sotme do të jetë me nivelet e bindjes dhe dobit e saj, pra bindjes në jetën e besimtarit. Pasi seri ligjëratash dhe kanë lidhje njëra me tjetrën, do ta bëj një rezume të shkurt për ligjëratën e fundit që të lidhemi me ligjëratën e sotme. Kemi fol në ligjëratën e kaluar se çka është bindja, dhe kemi thënë bindja është i'tiqadun jazimun la ya'tarihi shakkun wala taraddud. Bindje do të thotë një besim i paluhatshëm që është larg çdo lloj dyshimit, që nuk pra një besim i palëkundur. Dhe kemi tregu pse kemi fillu me bindjen. Sepse, siç kemi thënë, shumica dietarëve të cilët kanë folë për veprat e zemrës e kanë fillu me sinqeritetin, mirë po ne kemi fillu me bindjen duke u nis nga ajo se bindja, pra sinqeriteti është pra si rezultat i bindjes. Nëse një njeri është i bindur, atëherë është edhe më i sinqert. Mirë po nëse një njeri nuk është i bindur në atë, edhe nuk ka edhe motiv që të jetë i sinqert. Mu për këtë kemi zgjedh bindjen, me fillu me bindje, pastaj me vazhdu me sinqeritet. Kemi thënë se ne dëshmom, pra, kur themi ashhadu an la ilaha illallah, dëshmom se Allahu është pra i vetmi Zot që i takon adhurimi me të drejtë. Dhe siç dihet që të dëshmom, ne duhet ta shohim. Mirë po, ne e shohim Allahun subhanahu wa taala në këtë dunja me sytë e zemrës. Pra jemi të bindur se Allahu subhanahu wa taala është hak dhe se pejgamber dhe atë që ja ka dërguar pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është hak. Si përmes mendimit dhe përmes meditimit. Pra mendimit duke mendu në ligjet e Allahut subhanahu wa taala, në hynore, në shpallje dhe kështu me radhë, dhe përmes meditimit pra universit, kozmosit dhe kështu me radhë. Pra njeriu kur mendon për Kur'anin, se nuk ka mundësi me qenë i kod dhe kështu me radhë, dhe kur mendon për gjithë këtë planet, e fiton një bindje se ai që ja ka kriju këtë planet dhe ai që ka dërguar këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam, pra është i vërtet, dhe si rezultat i kësaj ne e dëshmojmë se Allahu subhanahu wa taala është hak. Ndërsa sot, apo sonte me lejen e Allahut subhanahu wa taala, do të flasim për nivelet apo shkallët e bindjes dhe do të flasim për dobit që ka bindja në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Fillimisht para se të flasim për nivelet e bindjes, dua të potencoj diçka se sa rëndësi ka bindja, të flasim sidomos sot në këtë kohë për bindjen. Duke e ditë se sa pra se bindja është rezistuese ndaj dyshimeve, mirë po është rezistuese edhe ndaj dëshirave apo epsheve, dhe është pra edhe arsye tjetër pse ne duhet të flasim sot për bindje është se muslimanët janë të dobët. Edhe Islami për momentin është i dobët. Dhe njeriu që të sakrifikon për kauzën e Islamit duhet të ketë bindje të fortë. Për ndryshe, nuk ka shumë motiv me sakrifiku me një rreth ku nuk ka përkrahës dhe ka dyshime nga çdo anë. Pra e para
rëndësi është ka të flasim për bindjen është si rezultat se bindja është rezistuese ndaj çdo dyshimit. Dhe sa të shumt janë ato sot. Për fat të keq fal mediave, rrjeteve sociale dhe kështu me radhë, çdo kush hedh helme kundër Islamit. Derisa njeriu nuk e ka atë bindjen e paluhatshëm, kjo me domos do të ndikojnë tek ky person. Po ashtu edhe bindja është me rëndësi si rezultat i epsheve apo pasimit të epsheve. Dikush mund të thotë a ka rëndësi bindja me që të rezistojnë ndaj pasimit të epsheve të ndaluar dhe kështu me radhë, themi që po. Argument për këtë kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë sab'atun yudhilluhumullah fi dhill la dhill illa dhilluh. 7 kategori njerëzish Allahu subhanahu wa taala do t'i strehoj në hijen e arshit të tij atë ditë ku nuk do të ketë hije përveç hijes së tij. Dhe një prej këtyre kategori është wa rajulun da'at umra'a, një person që e ka thirrë një grua dhatu mansabin wa jamal, grua me pozit dhe bukuri, dhe ky person i ka thënë inni akhafullah, unë kam frikë Allahut subhanahu wa taala. Si lindi kjo fjalë inni akhafullah përveç bindjen që e pat ky person tek Allahu subhanahu wa taala. E pat se ajo çka është tek Allahu subhanahu wa taala është më me vlerë. Po ashtu rasti i Jusufit alayhis salam, do të thonë atë çka e mbrojti Jusufin që të bjerë në mëkat është bindja se ajo çka është tek Allahu subhanahu wa taala është më shumë. Dhe e kemi të kundërtën, e kemi përmendur ligjëratën e kaluar rastin e atij personit Belam ibn Ba'ura, siç është njohur në kohën e Musait alayhis salam, kur Musai e dërgoi tek që ta thras mbretin e atij populli, kur shkoi atje ai mbret e joshi i dha pasuri dhe kështu me radhë, dhe ky e la fen e Musait dhe kaloi tek feja e tij. Pra arsyeja ishte se ky person e kishte bindjen e dobët se atë çka e kishte pra, se Allah subhanahu wa taala siç thotë në disa transmetive, e kishte uti lahu ismul adham, i dhënë emri Allahut më i madh që kur u lutte Allahut me atë emër, Allahu përgjigjte. Mirë, po ky e kishte bindjen e dobët dhe kishte dyshime dhe si rezultat i kësaj pra nuk e ndjeu atë se atë çka kishte ishte më e shtrenjtë se atë pra që e ndroi me te. Pra, mu për këtë themi se të flasësh sot për bindjen, shkak i dyshimeve, shkak i epsheve, dhe shkak se Islami është i dobët. Dhe që të sakrifikosh për Islam me një vend pra që llogaritesh i huaj, duhet me domos që të kesh bindje të fortë. Dhe bindja e fortë të nderuar vëllezër, pa marr parasysh se çfarë dyshimesh të shfaqen, të huaja apo të ndryshme, qose e ke bindjen të fortë në Allahun subhanahu wa taala, këto dyshime të duken inekzistente. Dhe kemi shumë raste nga këto, mirë po do t'i sjellim disa raste, disa shembuj. Siç rasti e kemi rastin e Ebu Bekrit me rastin e Isras dhe Mi'rajit. Gjithë e dim tregimin e njohur të Ebu Bekrit. Pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit natën e Isras dhe Mi'rajit, u përhap lajmi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej në Mesxhidul Haram ka shkuar në Aqsa, pastaj prej në Aqsa është ngrit në qiell. Kur i arriti ky lajm në mesin e Mekasve, ishin të pak që i kishin besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ndër ato ishte Ebu Bekri. Që t'i shtin dyshime Ebu Bekrit që ta lajnë fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkun tek Ebu Bekri dhe i thanë që shoku yt po thot që brenda natës është ngrit prej në Mesxhidul Haram në Mesxhidul Aqsa. Dërsa neve na duhet me muaj që ta bëjmë këtë udhtim, dërsa ky pretendon se ka bërë këtë udhtim për një natë. Pra, në një vend të huaj, fillimisht pra të gjithë pra të ishti dyshime Ebu Bekri dhe kështu me radhë si ka mundësi, mirë po Ebu Bekri e kishte diçka bindjen që sado që ti paraqiten pra fitne, dyshime dhe kështu me radhë, tek Ebu Bekri nuk kishte problem. Pse? Sepse e kishte fillimisht bindjen se çdo gjë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë. Çdo gjë që është në Kur'an, çdo gjë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë. Pastaj
e tha një fjalë të njohur si thonë in kana qala faqad sadaq. Pra një definicion, nëse e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në rregull jena. Pra ka sahabët, ka shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pa marr parasysh çfarë dyshimeve u paraqitën, e kishin a ka thënë pejgamberi. Domethënë vetëm duhet mu shikua a ka thënë pejgamberi apo s'e ka thënë, a është taman apo nuk është taman. Momentin që e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pastaj çdo gjë është lehtë pas kësaj. Pra nuk u merrshin, pra dhe fare nuk kishte ndikim, sado që hidhshin dyshime në mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu edhe hijreti, emigrimi i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas 13 viteve ishte si fryt i bindjes që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nguliti 13 vite në zemrat e tyre. Momentin që ato pra i edukoj 13 vite se Allahu subhanahu wa taala është hak, se Kurani është hak, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hak, se atë çka ka ardhur Allahu, pra çka ka zbrit Allahu përmes tek pejgamberit dhe kështu me radhë, pra Islami në përgjithësi është i vërtet, 13 vite kultivoi dhe mbjelli bindje të paluhatshme tek shokët e vet. Momentin që i tha që tash pas 13 viteve duani Milan të gjithë gjërat, pasurinë, fëmijët, familjen, vendin dhe gjërat më të shtrenjta, duani Milan për hir të Allahut subhanahu wa taala, për hir të atij që ju jeni të bindur se është i vërtet, ajo nuk ishte pra ishte shumë e lehtë për ato që ta banin një veprim të tillë. Pra, kjo është ajo në pika të shkurta rëndësia pse ka sot që të çdo herën ka rëndësi të flasim për bindje, nuk ka dyshim, sepse bindja është, siç thash, është gjëja kryesore me të cilën njeriu, domethënë është ja vija ndarse mes besimit dhe jo besimit. Nëse njeriu është i bindur dhe nuk ka dyshim është besimtar. Dhe mirë po kesh relative dhe është pra varësisht nuk është të gjithë me një nivel. Mirë po sot të nderuar vëllezër dhe motra jeton me një kohë kur dyshimet janë shumë më lehtë për me arrit në mesin e muslimanëve. Falë, si thash, rrjeteve sociale, medjave dhe kështu me radhë, del dikush e hedh një dyshim për Islamin dhe kështu me radhë, ai person që ka më dyshje dhe nuk e ka bindjen e fortë në atë çka beson, pra për njëtë Allah kur flet për besimtarët e vërtet thot, innamal mu'minun, me të vërtet besimtar të vërtet, alladhina yu'minuna billahi wa rasulih, të cilët besojnë në Allahun dhe në pejgamberin, thumma lam yartabu, dhe ato nuk kanë më dyshje në atë besim. Momentin që personi ka më dyshje, ka mundësi ndoshta është e vërtet, mirë, po ndoshta nuk ka, dhe kështu me radhë, që momentin që hap derë për më dyshje, atëherën kjo fillon edhe zgjerohet. Sa i përket niveleve të bindjes, dietarët i kanë dhënë 3 nivele apo 2 nivele, ka mos pajtim mes dietarëve. Ibn al-Qayyim i ndan 3, thot ilmul yaqin, ainul yaqin wa haqqul yaqin. Mirë po Allah subhanahu wa taala praktikisht në surën At-Takathur i ka përmend 2 nivele të bindjes. Gjithë ne e dim besoj surën At-Takathur, Alhaakumut Takathur. Mirë po do të ndalemi pak dhe do ta mundohemi ta zhbërthejmë këtë sure tek çështje me bindjen që jemi duke fol. Thot Allahu Alhaakumut Takathur. Juve thot ju shkatroj rivaliteti dhe dashuria për grumbullim të pasurisë, të fëmijëve dhe kështu me radhë. Alhaakumut Takathur. Hatta zurtumul maqabir. Deri në një farë pike, deri thot kur ti vizitoni varrezet, mirë po derisa të bëheni banor të varrezave. Alhaakumut Takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Ju thot atë ditë do ta dini. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Me të vërtet pra ka në mënyrë pra 2 herë. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Thot ju thot, këtë thot do ta kuptoni. Ilmal yaqin, me dituri, do ta dini këtë gjë. La tarawun al-jahim. Thumma la tarawnaha ayna al-yaqin, thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im. Pra këtu përdoren 2 lloj bindje me kuptime të ndryshme. Ilmul yaqin, dia, pra bindja si rezultat i dijes, wa aynul yaqin, bindja si rezultat i përjetimit dhe shikimit. Allahu subhanahu wa taala do më na tregon neve me këtë ajet që thotë që nëse muslimani është i bindur nga kjo botë
se ajo që thot Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtet, kjo thot do të rezultoj dhe do të reflektoj te ky person dhe si rezultat i kësaj, ky person pra do të ndalet në ato gjëra që Allahu subhanahu wa taala i ka ndalu dhe do t'i kryejnë ato obligime që Allahu subhanahu wa taala i ka obligu. Mirë po thot, nëse thot si rezultat i dijes në këtë botë nuk jeni të bindur, atëherë thot në ditë të kiametit thot letaraun, do të thonë thumë letaraun al-jahim thumë ayn al-yaqin. Ju thot do ta shihni dhe do ta përjetoni me sytë e ballit xhehenemi. Pra Allahu subhanahu wa taala në këto ajete çka do më na thonë? Na thot se ose kemi me qenë të bindur në këtë botë se ajo çka erdha une dhe çka zbrita une është e vërtetë. Si rezultat i kësaj ju do të shpëtoni nga zjarri i xhehenemit. Dhe e kundërta. Nëse nuk do të reflektoni dhe nuk do të bindeni me atë çka kam zbrit unë dhe me atë çka ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë thot kjo do të bëhet shkak ainul yaqin. Do ta shihni thot me sytë e ballit dhe do ta përjetoni këtë gjë. Pra, nga kjo sure të nderuar vëllezër dhe motra nxjerrim një formulë. Se ose e mbjellim dhe e kultivojmë një bindje në brendsinë tonë, një bindje të paluhatshme, se ajo që ka ardhur Allahu në ajo që ka zbrit Allahu në Kur'an dhe ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë. Dhe si rezultat i kësaj ne veprojmë. Allahu subhanahu wa taala na jep një garanci neve se ju thot derisa keni mi pa duke qenë në dunja me sytë e zemrës, nuk do ta përjetoni me sytë e ballit në ditë të kiametit. Mirë po derisa nuk jeni të bindur dhe nuk do të veproni si rezultat pra i bindjes që do ta keni në këtë botë me këtë çka kam zbrit pra une thot do ta përjetoni në ditën e kiametit. Pra këto janë të nderuar vëllezër nivelet e bindjes. Është një bindje që si rezultat i diturisë ne kemi formuar një bindje. Kjo bindje neve na mundson që t'i kryjmë obligimet, fillimisht pra na jep ta kuptojmë se Allahu është hak, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është hak dhe kështu me radhë, dhe si rezultat i kësaj ne veprojmë. Mirë po është edhe e kundërta, nëse ne nuk e bëjmë këtë parën, me domos do ta veprojmë, pra do të veprohet me ne e dyta. Pra ky është ajo surja nëse e lexojmë kur thot ainul yaqin wa ilmul yaqin. Është edhe interesant kur thot Allahu alhaakumut takathur, alhaakumut takathur, at-takathur është rrjedh prej mahabbatul kathra. Njeriu në natyrshmërinë e vet e don shumimin edhe e don grumbullimin. Dhe at-takathur është nga folja tafaul. Pra rivalitet, pra nuk është i ndërsjell. Pra nuk është këtu që njeriu në këtë botë ka qef me arrit tek pasuria. Allahu thot jo që keni qef me arrit tek pasuria, mirë po keni dëshirë që mu kalu njëri me tjetrin. Pra nëse një shok, një komshi, një ortak ka arrit deri një pasuri, Allahu subhanahu wa taala thot në brendsinë e njeriu është ajo dashuria për rivalitet. Jo vetëm që njeriu më bë pasuri për të vetën mi u përgjegjë nevojave të vetë kështu më radh. Jo. Ka qef që edhe mu te kalu me personin e dytë. Për një atë Allah thot zujene linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda, është bë e dashur tek njerëzit, janë bë të dashur pra gratë, ari, argjendi, dëshirat e kësaj bote, wal khayl al musawwama, kuajt e mirë të racës, wal khayl al musawwati wal an'am, dhe bakutit, wal harth, dhe arat, dhe kështu me radhë, pra këto janë të bë të dashur tek njerëzit. Mirë po thot dhalika mata'ul hayati dunya, kjo është sa i përket kësaj botës, wallahu indahu husnul ma'ab, mirë po ajo çka është tek Allahu është më e mirë. Pra këtu pra të nderuar vëllezër e motra del në pa rëndësia e bindjes. Ose ne jemi të bindur dhe kjo bindje neve do të na ndaloj që ta përjetojmë xhehenemin në botën tjetër, sepse kemi vepru sipas bindjes që e kemi pa me sytë e zemrës. Momentin që thot Allahu, kjo nuk e veproni, atëherë do
do ta shihni me syt e ballit dhe do ta përjetoni. Pika 2 që do të flasim sonte është frytet që i ka bindja në jetën e besimtarit. Pra, sa më shumë që është bindje tek një besimtar, aq më shumë kjo bindje i jep dobit dhe frytet e veta. Fryt kryesor që një njeri që e ka bindjen e lartë tek Allahu subhanahu wa taala është që hawan masaibet dunya, sprovat e kësaj bote i bëhen të lehta. Pra, sa më shumë që është bindje tek personi, aq më shumë sprovat në këtë botë me të cilën ballafaqohet i ka më të lehta, sepse e din se ajo çka i ka ndodhur ka qenë i bindur, pra se ka qenë me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Mu për këtë Allahu subhanahu wa taala thot: "Ma asabe min musibetin illa bi idhnillah." Nuk ju godet asnjë musibet, asnjë sprov illa bi idhnillah, përveç se me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pjesa e dytë ajeti që është e lidhur thot: "Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu." E kush beson në Allahun, ai udhëzon zemrën e tij. Kur e komentojnë dietarët këtë ajet në krye me Imam Tabariun, çka thot? Thot: "Lem yusib ahadan min al-khalqi musibatun illa bi idhnillah." Askënd nuk e godet një musibet përveç se me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po kjo nuk ka çështje teorike që thuhet. Shumë njerëz e dinë se i shef që ndoshta nuk janë praktikanta, thonë që kjo ka qenë me caktimin e Allahut. Mirë, po bindja te ato e kanë të dobët thjesht vetëm e kanë në mënyrë teorike. Imam Tabariu çka thot? Pra, illa bi idhnillah, yaqul illa bi qada'illahi wa taqdiri dhalika alayh. Me caktimin e Allahut tek ai person. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, kush beson në Allahun subhanahu wa taala, Allahu thot ja drejton dhe i jep sukses zemrës së tij, pra për të dorëzuar ndaj urdhrit të Allahut dhe për të qenë i kënaqur me caktimin e tij. Pra, do të thonë si ajeti: "Men yu'min billah", kush ka bindje të fortë tek Allahu, yahdi qalbahu, Allahu ja udhëzon zemrën që të jetë i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Mu për këtë, edhe Ibn Abasi kur e komenton këtë ajet çka thot? "Wa men yu'min billahi yahdi qalbahu", yani yahdi qalbahu lil yaqin. E udhëzon zemrën e tij për bindje. فَيَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِبَهُ. Pra, zemrën e tij e udhëzon në bindjen e fortë për tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu thot, në brendësinë e tij e forman një bindje se ajo çka e ka godit nuk ka mujt mas mi godit. Dhe ajo çka se ka godit s'ka mujt mi godit. Pra, kjo vjen si rezultat i bindjes që ka njeriu. Pra çdo musibet, çdo sprovë, çdo gjë, e din se ajo çka i ka ndodhur s'ka mujt mas mi ndodh. Dhe ajo çka si ka ndodhur s'ka mujt mi ndodh. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh e bante një dua në lidhje me lehtësimin e sprovave në këtë botë si rezultat i bindjes thonte: "Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa bain ma'asik." O Allah, na jep nga frika jote aq sa, pra na jep nga frika ndaj teje aq sa të na pengoj nga mëkatet ndaj teje. Pra, na jep frikë ndaj teje që kjo frikë që e kemi nga ti na pengoj dhe të jetë pengesë mes nesh dhe mëkatit. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dhe nga bindja ndaj teje aq sa të na çojë në xhenetin tënd. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alena masa'ib ad-dunya. Dhe nga bindja e sigurt aq sa të na bëj të lehtë sprovat e kësaj bote. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh bante dua: "O Allah, na jep bindje që si rezultat i kësaj bindje çdo sprovë që na godet ta kalojmë më lehtë." Fryt i dytë apo dobi e dytë e bindjes është as-sabru alal ibtilaat fi tariq da'watu ila Allah taala. Bindja në Allahun subhanahu wa taala të bën të durueshëm përballë sprovave dhe vështirësive që has në rrugën e thirrjes së njerëzve për tek Allahu. Këtë nxjerrim nga ajeti ku thot: "Fasbir", bën durim, "inna wa'dallahi haq", me të vërtet premtimi i Allahut është i vërtet, "wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun",
dhe le të mos të lëkundin ata që nuk janë të bindur në besimin e tyre. Pra, Allahu subhanahu wa taala i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë umetit të vet. Fasbir, që të jesh i durueshëm, sepse premtimi i Allahut subhanahu wa taala është i vërtetë. Dhe me gjithë këtë, wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Dhe mos bje pre e atyre të cilët nuk janë të bindur dhe mundohen me të shti dëshime në këtë rrugë. Dhe sa të shumt janë ato sot. Pra Allah subhanahu wa taala na tërheq veten, na thot bëhenu durimtar në këtë rrugë, sepse premtimi i Allahut subhanahu wa taala është i vërtetë, edhe mos bini viktim dhe pre e atyre që mundohen pra që t'ju lajthisin dhe mundohen t'ju shtin dyshime në këtë rrugë. Pra në një anë Allahu subhanahu wa taala ka vendos durimin, sabrin, në anën tjetër i ka vendos ato të cilët janë të lëkundur dhe mundohen t'i lëkundin njerëzit nga kjo rrugë. Rezistencë dhe fortifikat dhe mbrojtje kryesore mes këtyre dhe këtyre të nderuar vëllezër është bindja. Momentin që njeriu është i bindur pa marrë parasysh se sa janë dyshimet, njeriu tregohet rezistent. Fryt apo dobi tjetër është e thiqatu tama bima'iyati Allahi ta'ala wa min thumma tawakkul alayhi. Besim të plot se Allahu subhanahu wa taala është gjithmonë me ty dhe si rezultat i këtij besimit pastaj lind edhe mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Siç e dim, Islami të nderuar vëllezër nuk është që thret në pasivizëm, mirë po thret që njeriu duhet mi marrë shkaqet apo sebepet. Dhe nuk duhet muslimani që të jetë pasiv. Dhe për marrjen e shkaqeve, ne për këtë kemi shembull më të mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka qenë njeriu që më së shumti i ka marrë shkaqet. Nëse marrim rastin e hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka marrë të gjitha masat e sigurisë që janë kërku në atë kohë. Dhe kulminacioni i kësaj ka qenë shkumi i tij në shpellë. Marrveshja me atë personin e duhur, majtja sekret e hijretit dhe çdo gjë që është kërkuar në atë kohë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka marrë. Mirë po, momentin që njeriu i marr shkaqet dhe nuk tregohet neglizhent në marrjen e shkaqeve, atëherë nuk i mbeten asgjë tjetër përveç se mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo ndodhi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur i mori shkaqet dhe shkoi në shpellë, me te ishte edhe Abu Bekri. Atëheran Ebu Bekri i tha që nëse vi, do të na shohin gjurmë të kambe. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Ja Abu Bekr, o Ebu Bekr, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Pra ne kemi marrë shkaqet, kemi shku në shpellë, e kemi marrë sekret, kemi marrë vesh me personin që e din rrugën ashtu me radhë. Ne kemi marrë të gjithë shkaqet, tash këtu vjen ajo bindja. Këtu riaktivizohet bindja dhe i thot o Ebu Bekr, çka është puna e dy vetëve ku Allahu subhanahu wa taala është i treti, la tahzan inna Allaha idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'na. Pra kur i tha shokut të vet, mos u mërzit se Allahu subhanahu wa taala është me ne. Dhe do të përfund, bindja është e thabat ala dinillahi amama shubuhat wa shahawat, siç e përmendën në fillim të ligjëratës, i jep të qëndroj përballë sfidave, përballë epsheve dhe përballë dyshimeve. Të nderuar vëllezër, gjithë e dim në historinë e Islamit që janë të njohur e jamur ridde. Ditët apo ditët që me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa e ndrun fen. Pra disa nuk pranuan që ta japin zakatin duke e keq kuptuar një ajet ku thot Allah khudh min amwalihim sadaqa tutahhirhum. Allah i tha pejgamberit merr nga pasuria e tyre khudh min amwalik. Pra merr ti o Muhammed. Kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato thanë që kjo ka qenë kohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ish drejtu pejgamberit merr ti. Momentin që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka kush na marr. Dhe një grup nuk deshtën që ta japin zakatin, një grup tjetër filluan dhe i besuan
disa pejgamberëve të rrejshëm dhe kështu me radhë, siç njihte në historinë e Islamit ejamu ridde, apo në ditët e apostazisë që e lanë Islamin. Mirë po të nderuar vëllezër, ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukoi në krye me Ebu Bekrin, çka tha Ebu Bekri? Wallahi thot, pasha Allahu thot, law farraku, pra qose e ndallojnë mes namazit dhe zakatit, dhe nëse e ndalin qoftë edhe një litar që ja kanë dhënë pejgamberit dhe mu nuk dojmë ma dhanë, thot, do t'i luftoj. Pra, si rezultat që Ebu Bekri ishte i bindur, pra, dhe bindja e tij ishte e paluhatshme. Dhe kjo ishte në gjendje Ebu Bekri me marrë edhe që i mori, pra, si me thanë, iniciativën dhe hapat që t'i luftoj ato të cilët pra e dalluan dhe nuk e japën zakatin dhe ato që i besuan pejgamberëve të rrejshëm dhe kështu me radhë. Pra, edhe shokëve të të gjithë këto të nderuar vëllezër dhe motra ishin si rezultat i bindjes. Pra, këto janë nivelet e bindjes dhe dobit dhe frytet që na jep bindja në këtë botë, dhe pastaj ne do ta marrim shpërblimin si rezultat të kësaj bindje në botën tjetër. Këto janë në mënyrë të shkurtë. Ne kemi pas me fol sonte edhe për mënyrat si arrihet bindja, mirë po shkak i kohës, sepse kemi bërë si lloj rregull që mos të kaloj ligjërata 30 deri në 35 minuta, atëherë do të vazhdo me ligjëratën e tjetër wasail tahsil al-yaqin, cilat janë metodat që njeriu duhet të ndjekë që ta formoj dhe ta kultivoj dhe ta mbjell bindjen në mërëndësin e tij. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.